Operacionin në misionin e fundit bashkë, unë thash që goditjet strategjike në thellësi. Pra, pse po bëhet? Po bëhet për të goditur të gjitha objektiva strategjike në thellësi dhe në objektin si objektiva strategjike janë edhe mbrojtja kundërore e Ukrainës, duke shkatërruar dhe demilitarizuar totalisht mbrojtjen kundërore të Ukrainës dhe sidomos sistemet e radarëve që ka Ukraina, për arsye se ky është një objekt strategjik i madh, në momentin që bën të gjë të tillë, atëherë avionët rus të patrullimit dhe avionët rus Su-57 dhe avionët rus Su-35, të cilët kanë radar, të cilat kapin emetimin e valve të çdo lloji rakete, emetimin e valve të çdo radari, emetimin e valve të çdo kabine drejtimi që folën pak më parë, duhet të jenë sa më afër territorit të Ukrainës dhe duhet të jenë mundësisht brenda territorit të Ukrainës. Aktualisht këto lloj avion po përdoren jashtë territorit të Ukrainës, në kufit shtetëror të Ukrainës. Për arsye se aty kanë garanci mbrojtje nga mbrojtja kundërore e Rusisë dhe mbrojtja kundërore e Ukrainës ka qenë më efektive dhe nuk i ka lënë që të mund të sillen të lirshëm në territorin e Ukrainës. Dhe edhe kjo buffer zone që dham, pra siç e shihni, në momentin që buffer zone bëhet, aktualisht e gjithë mbrojtja kundërore duke sjell buffer zone 27-30 km, mbrojtja kundërore e cila është këtu e ka pra S-300 që ka për shembull Ukraina. S-300 e ka 350 km, pra 350 km deri këtu avionët rus mund të vinë deri këtu. Nësa kalojnë këtu atëherë janë objekt i goditjes së kësaj. Në momentin që ti sjell forcat ushtarake 30 km këtu atëherë, ky 30 km që vjen këtu, domethënë në momentin që vjen ushtari rus këtu, vetëm 8 km nga vendosja e këtij ushtarit rus mund të vendoset artilleria e rëndë toksore. Artilleria e rëndë toksore e ka hedhjen 40 km, pra ky radari që është këtu është detyruar të shkojë 100 km mbrapa që të shpëtojë hedhjes 40 km të kësaj. Nëse shkon 100 km mbrapa, atëherë 300 km më këtej. Atëherë ky avioni vjen 100 km më këtej dhe rrezja e kapjes. Këtij avioni kap emetimin deri në 500 km, pra kap gjithçka që ndodh në këtë, pra kap më shumë. Pra kjo është qëllimi i këtyre veprimeve dhe këtyre bombardimeve strategjike për të depletuar dhe për të bërë të demilitarizim kryesisht të radarëve dhe të mbrojtjes kundërore të Ukrainës. Në momentin që nuk ekziston radari dhe mbrojtja kundërore e Ukrainës. Pra sa më larg të vijë ky radari nga ky objekt, atëherë aq më afër do të vinë këto dhe sa më afër të vinë këto, aq më e pamundur është që nesër Gjermania të çojë specialistët e saj për të drejtuar raketën Taurus, sepse raketa Taurus e ka 500 km distancën, rrezet. Dhe ky 500 km ti nuk mund ta drejtosh nga Lvivi. Pra ta lëshosh këtu për të vajtur në Rusi, që është 500 km, nga Kufiri është 500 km. Se drejton dot nga. Kievi ti nga këtu nuk e drejton dot, je i detyruar të vish këtu, po në momentin që vjen këtu ti s'ke asnjë lloj mbrojtje dhe ky të kap, pra emeton valën që ti e lëshon. Ky e kap, në momentin që ky e kap, atëherë ky të lëshon raketën Iskander nga gjysma e Rusisë, ta bie këtu dhe automatikisht gjithçka është e mura. Pra, ky është qëllimi i këtyre bombardimeve të vazhdueshme me rrezet gjatë strategjike. Është shumë e qartë ajo. Është shumë e qartë. Po ndërkohë Dritan Lavrovi pretendon se me këto veprime Gjermania thotë, po e citoj, përfshirja direkte në luftë është tashmë e dukshme, thotë për Gjermaninë. Gjermania po rrëshqet në të njëjtën rrugë që ka ndjekur disa herë në shekullin e kaluar që çojnë kolapsin e saj. Kështu ka deklaruar Lavrovi. Kjo është deklaratë politike, këtu duhet të kemi parasysh që deklarata politike kryesisht janë hyrë në ato që quhet deterrence. Pra, shkurajim. Po. Pra, nuk do të thotë që veprimi ka ndodhur. Deklarata politike janë deklarata politike me tendencë shkurajuese, pra në aspektin që ti e bën deklaratën për ta shkurajuar të tjetrin që shiko mos e bën këtë veprim se do ta psosh siç e ka psuar gjyshi jot. Po. Pikërisht gjyshi i Mercit ka qenë antar i Partisë Naziste për shembull. Dhe kjo shkurajim për ta detyruar, por nuk do thotë që veprimi ka ndodhur. Dhe aktualisht veprimi realitet nuk ka ndodhur. Nëse do ndodhi sërish, kjo nuk do të kemi një përzierje. Kemi një përzierje deri diku direkte të Ukrainës, por nuk do të kemi në asnjë mënyrë do të kemi goditje të Berlinit, pra siç e thash, goditjet e Berlinit do të ketë vetëm në rast se këto raketa do të godasin objektiva parësor. Por këto raketa nuk do të godasin objektiva parësor, siç ndodhi me raketat e tjera. Të gjitha raketat e tjera që u dhanë nuk goditën objektiva parësor. Goditën objektiva dytësor dhe tretësor, të cilat kishin të lidhur vetëm me veprimtarinë ushtarake të forcave ruse brenda territorit të Ukrainës. Pra nuk kanë goditur objektiva që i përkasin. Në aspektin thelbësor them këtë. Pra, në rast se jashtë territorit të Ukrainës, në rast se regjia mund na ndihmojë sërish me hartën, vetëm sa për ta shpjeguar. Pra, shikoni. Aktualisht. Këtu është Rostov mbi Don. Këtu është në këtë pikën këtu, Rostov mbi Don, që është lumi Don këtu, këtu ndodhet shtabi i ushtrisë ruse që drejton gjithë operacionin e luftës në Ukrainë. Te zona aty. Te kjo zona këtu. Pra kjo është brenda zonës 250-300 km. Pra raketat Atakam, Storm, sado gjitha e mrrinin këtë objektiv. Po asnjëherë nuk është goditur ky objektiv, sepse ky është objektiv parësor. Dhe goditja e këtij do të prodhonte. Goditja e këtij objektivi do të prodhonte goditjen pastaj me raketa balistike, me rrezet gjatë veprimit të gjitha atyre qendrave që kanë lëshuar këto raketa. Pra do godiste Londrën, do godiste Parisin, do godiste këto vende. Pra kjo do sillte
Dhe këtë kemi, aktualisht janë goditur objektiva në gjithë terren, objektiva rus jashtë territorit të Ukrainës. Por kanë qenë. Por si kanë qenë objektiva dytësor, pra parësori është komanda. Dytësor kanë qenë objektiva logjistike, pra baza logjistike që shërbenin për armatimin këtu, por jo baza logjistike që shërbenin për çështjet e armatimit brenda pjesës tjetër të ushtrisë ruse, e cila nuk është përzier në çështjen e luftës. E qartë. Pra, kjo është dallimi që bëjnë. Edhe këto raketa do të bëjnë këtë dallim, do godasin këto dhe do goditur këto, në asnjë mënyrë do të kemi një kundërpërgjigje direkt ndaj Berlinit. Pra, kundërpërgjigje do të jetë ndaj këtyre ushtarakëve gjerman që do të ndodhen në Ukrainë. Por jo ndaj Berlinit. Ndaj Berlinit do ndodhin në rast se këta do të sulmojnë bazën. Tu është baza më e rëndësishme dritan? Shtabi i përgjithshëm i ushtrisë ruse ndodhet në Moskë. Po. Dhe tashmë shtabi i përgjithshëm i cili drejton e ka kaluar drejtimin e kësaj lufte, ka formuar për drejtimin e këtij operacioni special që e quajnë ose një shtab të veçantë në Rostov-on-Don. Dhe këtu shtabi kryesor që drejton gjithë ofensivën në Ukrainë, gjithë luftën në Ukrainë. Normalisht nën varësi të shtabit të përgjithshëm. Por atu është komanda kryesore që drejton operacionet ditore të ushtrisë ruse në Ukrainë dhe në lidhje me Ukrainën. Pra ti thua është nuk kalon dot në ato nivele sepse në rast se do godasi këtë, në rast se do tentojë të godasi shtabin e përgjithshëm, në rast se do tentojë të godasi Kremlinin, në rast se do tentojë të godasi vendstrehimin e raketave bërthamore ruse, automatisht ky është cënim. Dhe këtu do kemi dhe këtu do kemi kundërpërgjigje të menjëhershme në vendin i cili ka dhënë raketën dhe e ka dirigjuar raketën. Dhe kjo do të na çonte direkt në luftën e tretë botërore. Pra vimte ajo që thotë Medvedevi, prandaj thashë rasti i vetëm që Medvedevi po flet me këmbë tokë dhe kjo do të na çonte direkt në përplasje të luftës së tretë botërore. Por nuk do të kemi këtë. Sërish edhe këto raketa do të përdoren si raketat e tjera në objektiva dytësor dhe tretësor. Diku e lexova që Taurusi mund të përdoret për të goditur këtë urën. Jo, për arsye sepse kemi një gjë. Edhe kjo është një goditje pra. Në rast se do ndodhte kjo, automatikisht do të kishim një goditje për arsye se ura e Krimes është përcaktuar tashmë edhe nga NATO në mbledhjen e fundit që bëri vjet NATO, përcaktoi që ura e Krimes për një vit e gjysmë nuk përdoret më për dërgimin e ndihmave ushtarake në drejtim të Krimes. Është totalisht një objektiv civil dhe në rast se goditet një objektiv civil, atëherë kjo hym në aspektin që çdo shteti që e bën këtë është një sulm terrorist ndaj shtetit tjetër dhe kundërpërgjigja do të ishte e njëjtë sikur ashtu. Pra, do të ishim në aspektin tjetër, sepse nuk përdoret më aktualisht, nuk përdoret më për arsye se para një viti e gjys Rusia ka përfunduar me ritme të shpejta ndërtimin e një hekurudhe nga Rostov-on-Don, vjen në Donbas, në Mariupol edhe vjen deri në Krime. Pra e ka përfunduar hekurudhën. Dhe gjithçka kalon nëpërmjet kësaj hekurudhe në nuk përdoret më. Është lidhur me hekurudhën tashmë dhe nuk përdoret më ura këtu, ura Kersh, që ndodhet këtu nuk përdoret më. Kjo përdoret vetëm për nevojë civile. Çdo goditje për këtë urë, çdo goditje për këtë urë për një vit e gjys është e ka përcaktuar edhe Pentagoni në rast se bën para një viti që deklaroi që ura e Krimes nuk është objekt ushtarak. S'është më objektiv ushtarak. Se për çdo goditje ndaj asaj është akt terrorist dhe pastaj për çdo akt terrorist pastaj veprohet sipas ligjeve dhe normave të tjera. Ndërkohë Dritan, ka ndodhur edhe diçka tjetër gjatë kësaj periudhe. 2 milion dokumenti që dajojnë gjithë programin bërthamor të Rusisë janë publikuar online. Sipas Der Spiegel, dokumentet përmbajnë dhëna për impiantet, vendodhjet, gradë e armëve, projektet, dobësitë e tjera. Çfarë po ndodh? Unë nuk i besoj kësaj. Për një arsye, quaj një operacion mashtrimi total dhe operacione të tilla ndodhin. Të tilla operacione për të mashtruar dhe për të dhënë idenë se ti mund godasësh në një objektiv. Pra, ti jep idenë se kjo raketa nesër ti mund ta përdorësh dhe si kjo lëshohet dhe këto të dhëna dalin pasi miratohet dhënia e Taurusëve. Pra, pasi kjo jo, ideja për ta lidhur me po pikërisht dhe aktualisht dalin dhe kjo është çudia që kur dalin këto, pra ato tregojnë që ti ke një objektiv, si më thënë, një objektiv këtu, ta zëm, jep një depo armatimi këtu, për shembull afër brenda rrezës 500 kilometra të kësaj. Dhe këto të jep dobësi të kësaj. Kësaj depo dhe ti lëshon, po ndërkohë që këtu nuk ka asnjë gjë. Realiteti është mashtrim për arsye, lëshon për arsye se kjo është një zonë dhe çfarë? Japin dhona në zona të cilat janë dendësisht të mbuluara nga mbrojtja kundërajrore. Dhe në moment që ti e lëshon raketën këtu, kjo është e mbuluar dhe interceptohet dhe rrëzohet. Pra, unë mendoj që janë të gjitha dhëna mashtruese. Pse janë dhëna mashtruese? Për arsye sepse pas fillimit të luftës në Ukrainë, me njëherë fillim 6 muaj pas fillimit të luftës në Ukrainë, me vendim të Këshillit të Sigurisë, të Rusisë, është marrë vendimin që të gjitha llojet e raketave bërthamore, të gjitha depot e raketave bërthamore, që cilat ndodhen në një rrezë prej 600 kilometra, brenda një rrezë 600 kilometra nga kufiri me Ukrainën, duhet të zhvendosen në thellësi dhe të gjitha janë zhvendosur. Edhe një depo që ndodhej pra
Nëse mani më në rastin e Belgorodit, kur sulmuan para 2 vjetësh ukrainasit, sulmuan për të mbritur atë depo e cila pretendoi që kishte armë bërthamore, ndërkohë që rezultoi që nuk kishte sepse ato ishin lëvizur brenda 6 muajve, pasi ky është vendimi ideal për këtyre dhe është lëvizur, pra çdo gjë është larguar 600 kilometra, çdo gjë që ishte 600 kilometra nga kufiri është larguar. Kështu që i bie që çfarë do lloj që jepet në këtë aspekt nuk ka asnjë lloj vere dhe unë mendoj që është pjesë e një mashtrimi asaj luftës dezinformacionit që ndodh në të tilla raste për të dëruar ty të lëshosh raketa atje ku ata e kanë më të mbuluar me dënësi më të mbuluar të mbrojtjen kombëtare. Ndërkohë, Dritan do ta lë këtë lajmin për Serbinë në fund fakt të diskutimit për Ukrainën, si e shikon dialogun Rusi-Ukrainë që paka shumë Trump i tha në 2 qershor do të jetë takimi i radhës. Do të kemi gjë parasysh që ky dialog, pra në rast se do ta quajmë dialog, unë do ta quaj një palët po flasim me njëra tjetrën dhe ky komunikim mes palëve ka vazhduar edhe gjatë kësaj kohe që neve jemi duke folur këtu. Ukraina e ka konfirmuar që ministri i mbrojtjes i Ukrainës ka pasur disa telefonata me kryetarin e delegacionit rus ku kanë akorduar dorëzimin, pra shkëmbimin e robërve. Pra do me thënë që kanë një linjë direkte, pra, dhe kjo është interesante dhe çfarë duhet vënë re. Pra, biseda ndërmjet tyre, siç e konfirmon edhe Ukraina dhe më pas e konfirmoi edhe Rusia, ka qenë e direkt telefonike, pra midis ministrit të mbrojtjes të Ukrainës dhe drejtuesit të delegacionit rus. Pra, do me thënë që këta nuk kanë ndërmjetësma. Pra i bien telefonit njëri tjetrit dhe kur ka një linjë direkte, komunikimi është i vazhdueshëm. Prandaj jemi në një komunikim të vazhdueshëm. Dhe kjo unë e shoh çdo komunikimi i vazhdueshëm midis palëve. Është një gjë e mirë që do t'i çojë palët nesër të arsyetojnë mbi kërkesat e tyre. Sepse me datë 2 qershor nuk do ndodhi asgjë tjetër për vetëm se palët do t'i paraqesin njëra tjetrës me shkrim kërkesat e tyre. Dhe këto kërkesa pastaj do fillojnë të analizohen, të shihen para shumë këtë. Por komunikimi do të vazhdojë dhe ka vazhduar. Pra kjo është gjë e mirë që komunikimin këta nuk e bëjnë më me ndërmjetës. Komunikimin e kanë direkt, drejt për drejt me telefon. Kjo është rëndësi e madhe në këtë aspekt. Tani Keith Kellogg është i dërguar i Trump për sa i përket, ka dhe një plan për një arritje në një paqe midis Rusisë dhe Ukrainës. Ai ka thënë se shqetësimet e Rusisë për zgjerimin lindor të NATO-s janë të vlefshme dhe se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të diskutojnë me Putinin për kërkesat e tij për të ndaluar zgjerimin e NATO-s në lindje. Dhe kjo është një nga çështjet që Rusia po ngre. Nuk ka të bëjë vetëm me Ukrainën, ata po flasin edhe për Gjeorgjinë, për Moldavinë dhe sigurisht për Ukrainën nuk diskutohet kjo. Si e shikon këtë, le të themi, këtë qasje të re që po e dëgjojmë për herë të parë, pra nga Ukraina kemi kaluar te Gjeorgjia dhe me që jemi sot ishte arrestuar i kryetari i opozitës në Gjeorgji dhe Moldavia, për cilin kemi folur. Nuk është një qasje e re, por kjo dalje publike tashmë në këtë tregon që deklaratat publike të Trumpit ndaj Rusisë janë show. Pra ato deklaratat që ka bërë është totalisht një show i pastër. Deklarata politike që deklarata politike show për të përdorur për të mbuluar gjithçka tjetër, për të mbuluar këtë lloj gjë që po flasim. Rusia prej ditës parë nuk ka hequr dorë nga çështja e rregullimit të sigurisë. Pra ka diskutuar dhe kjo është përcaktuar edhe në mbledhjen e parë dhe të vetme që kanë bërë amerikanët me rusët në Arabi Saudite. Ajo që kemi folur, po. Është pjesë e kësaj. Arkitektura e re e sigurisë. Nëse mbani mend. Tani në tavolinë është dhe Moldavia, është dhe Gjeorgjia. Absolutisht. Kjo hyn te arkitektura e re e sigurisë. Pra arkitektura e re e sigurisë, këta kanë kërkuar rusët që NATO të ndalojë zgjerimin e saj, pra stop. Dakor, kush ka hyrë, nuk mund të dali më, sepse nuk mund të zhbëhen më mbrapa, por në arkitekturën e re e sigurisë kanë kërkuar që ata që s'kan hyrë, pra NATO të ndalet zgjerimi, domethënë kush nuk ka hyrë? Nuk ka hyrë Gjeorgjia, Moldavia, e në një vend tjetër që nuk ngre pesh, pra nuk do të hyjnë. Nuk do afrohet ndaj Turkmenistanit, gjitha atyre republikave, pra edhe ato zonat atje, në cilat ka kërkuar disa herë NATO të ndërhyjë, atje të vendosi baza dhe Rusia ka kundërshtuar, në të gjitha këto nuk do të ketë fare. Pra kjo është pika që e dyta, përdoret që në arkitekturën e sigurisë që kërkuan rusët në atë, ishte edhe që të largohen nga vendet e NATO-s që janë në lindje, të largohen raketat amerikane, Aegis, gjitha raketat balistike që ka
në drejtim dhe raketat Aegis bërthamore që kanë. Është sistemi antiraketor që kanë këtë dhe ne do largojmë të. Pra, dhe po të shihni, rusët i qëndrojnë asaj në 2021, në dhjetor 2021, rusët bën një propozim amerikanëve, propozimi është i hapur, ajo letra që lëshoi Rusia. Dhe në atë letër përcaktohen të gjitha ato çfarë kërkon Rusia. Dhe vazhdon të mbetet. Dhe asaj ka mbetur gjatë gjithë kohës dhe asaj tashmë është kthyer edhe ke llogu. Pra do të thotë që Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë marrë kur Bideni nuk e mori parasysh dhe nuk i ktheu as përgjigje asaj letre. Ndërsa Trumpi tashmë po i kthen përgjigje nëpërmjet ke llogut. Dhe i kanë absolutisht, kjo është. Pra, jemi në këtë sfidë dhe kjo tregon që çfarë do lloj deklarate ka bërë Trumpi në raport me Rusinë, në raport me Putinin, pra deklarata që ne i kemi marrë apo bën nesër do plasi luftë. Dhe çfarë do deklarate që do bëjë edhe këtë mbrapa. Merren thjesht një show politik. Pra, deklarata e Kellogut tashmë tregon qartësisht që ata e kanë marrë seriozisht kërkesën e Rusisë dhe e kanë pranuar. Tregon Shina ku po ecën kjo. Dhe përcaktoi qartësisht, pra Ukraina, Gjeorgjia, Moldavia, gjithë ato vende nuk do të kenë nesër asnjë qasje NATO. NATO do ta ndërpresi zgjerimin e saj dhe do mbetet tu ku është. Pra gjithçka do mbetet një gjë tjetër dhe këto do jenë një zonë neutrale ndërmjet tyre të dyjave. Dhe në këtë aspekt amerikanët kanë filluar edhe tërheqjen e raketave, pra kanë vendosur që raketat bërthamore që kanë këtu do t'i çojnë në Angli, në rast se keni. Jo, këtë se kam dëgjuar. Po, kanë vendosur që t'i çojnë në Angli raketat bërthamore që kanë një pjesë tyre që kanë në Evropë. Ti vendosin në Angli dhe kanë vendosur edhe tërheqjen e trupave amerikane, pra zvoglimin e sasisë së trupave amerikane në lindjen e Evropës. Kjo është në kuadër të kësaj, në kuadër të kësaj arkitekturës së re. Absolutisht. Dritan, ajo lajmi që bëri përshtypje dje dhe këtë do doja ta ndaja me ty sigurisht, është që inteligjenca jashtme ruse ka zbuluar që Serbia është një nga furnizuesit më të mëdhenj municionit për Ukrainën. Megjithëse pretendon neutralitet, presidenti serb Vučić po armatos masivisht Ukrainën. Serbia ka furnizuar Ukrainës mbi 100.000 predha artillerie dhe 1 milion fishek për armë të vogla sipas shërbimit sekret rus. Si e komenton këtë situatë? Është një luftë politike, një goditje politike që Rusia po jep tashmë Putinin, po jep Vučićit, për arsye se e ka parë që Vučići ka munduar të lozi me dy porta, pra të lozi edhe me portën e Rusisë dhe ta përdori Rusinë vetëm për nevojat e veta, atë që kam thënë unë, kam thënë gjithnjë dhe vazhdoj ta them. Serbia e ka përdorur Rusinë për nevojat e veta politike karshi Bashkimit Evropian. Si presion. Totalisht si presion. Dhe tashmë rusët e panë qartësisht që këtë gjë është duke tentuar të bëjë aktualisht edhe Vučići për të mbajtur pushtetin e vet. Dhe por ky pushtet i tij filloi rënimin dhe filloi mosbesimin në Rusi me dy vendime. Vendimi i parë ishte nën presionin e administratës amerikane që hoqi kompaninë ruse të gazit, pra i hoqi asaj të drejtën Gazpromin, e hoqi e largoi në mars, ishte një vendim, dhe e dyta ishte largimi i Aleksandr Vulin, i cili ishte zëvendës kryeministër, por ishte njeriu kryesor i Rusisë në Beograd, për arsye sepse ai ka edhe në shtetësi ruse. Aleksandr Vulin. Po, Aleksandr ka marrë vjet në shtetësinë ruse. Dhe është njeriu kryesor, pra largimi i këtyre janë bërë në kuadër të asaj që Vučići po përdor për të afruar me Bashkimin Evropian, për të marrë fondet nga Bashkimi Evropian dhe gjithçka tjetër nga Bashkimi Evropian. Dhe ka ndërprer çdo lloj gjë, edhe marrjen e gazit e ka ndërprer, nuk merr më gaz nga Rusia tashmë. E merr nga Bashkimi Evropian, një gaz që vjen nga Hungaria, vjen në Kroaci dhe e merr këtej. Kjo është një goditje po. Gjithë këtë është një goditje politike që Rusia po jep dhe po e nxjerr sikur e zbuloi sot. Para një viti e gjysmë, në luftimet që ndodhin në Donbas, rusët zun predha artillerie të prodhimit serb. Zun një depo me predha artillerie të prodhimit serb. Dhe që atëherë u diskutua kjo punë. Pra nuk është se e ka bërë sot, e ka bërë që nga fillimi i luftës. A do ketë pasoja Serbia për këtë? Pasojat e Serbisë janë pasoja politike dhe kjo pasojë politike është totalisht në favorin tonë si shqiptar. Sepse ajo deklarata e SVR-së ruse i përcakton që në kohët më të vështira që keni pasur neve ju kemi ndihmuar. Dhe ata fillojnë edhe i përmendin kohën që nga koha e luftës me Turqinë, pra që nga ju çliruam thon nga pushtimi otoman, ju çliruam nga pushtimi fashist, ju ndihmuam një dy dhe në fund fare i përmend edhe Kosovën. Dhe mos harroni thotë edhe Kosovën. Kjo është. Që neve, pra, nga gjithë ato ja kanë dhënë Kosovën fund. Pra mos harroni që u ndihmuam edhe për Kosovën. Realiteti është që ata për Kosovën nuk ndihmuan asgjë. Sepse ishte vendimarrja e Rusisë e cila i la dorë lirë NATO-s për të nuk kundërshtoi bombardimin e NATO-s në Beograd. Serbisë. Po të kishte kundërshtuar nuk do ndodhte dot. Pra,
Por ja përmendin sot Kosovën. Për treguar që çështja e Kosovës nuk është mbyllur. Pra ne juve veproni kundër nesh, ne politikisht heqim dorë dhe e lëm çështën e Kosovës ta mbyllim këta si duan dhe neve. Këshill sigurimit. Absolutisht, ne s'na keni më. Pra është një goditje politike për Vučićin, i cili po i kërkon që tashmë Vučićit, kjo do thotë që po i thuhet në gjuhë diplomatike, ky është kërcënim i pasur për t'i thënë zgjidh tash ku do shkosh. O me ne, o me Evropën. Edhe me ne, edhe me Evropën nuk ka. Dhe tashmë Vučići është në këtë pikë që duhet zgjedhë ose me Rusin, ose me Evropën. Ose me Rusin me Kosovën, ose me Europën pa Kosovën. Nuk do të thotë, me Evropën nuk do të thotë kjo, se me Rusin me Kosovën, se pavarësisht asaj, Kosova mund të jetë në një bisedë më të madhe me Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra nuk është shumë. Por, ose me Rusin, ose me Evropën. Në të dyja këto rastet, Vučićit i luan posti. I luan posti? Absolutisht i luan posti. Në të dyja, sepse ka brenda qeverisë të Vučićit dhe brenda shtetit serb aktualisht, edhe në shoqërinë serbe, ka një zë i cili është pro-europian. Ka edhe një zë që është anti-europian. Janë dy rryma të forta. Pra në këtë rrymë tashmë në mes duhet të zgjedhë se çfarë të bëj. Unë uroj që Vučići të zgjedhë Bashkimin Evropian, sepse kjo do ta shkëputëse totalisht nga Rusia dhe në këtë moment Rusia nuk do ta kishte më në asnjë farë mënyre, pra ashtu siç më duhet të keni një shifni për shembull. Në fillimet e veta, deri para një viti, në fjalorin politik të Rusisë përmendej Ukraina si një shtet vëlla, Ukraina si popull vëlla. Tashmë për një vit ata nuk përmenden më. Pra e kanë fshirë, ka filluar kjo armiqësia dhe ata nuk e llogarisin më Ukrainën si pjesë të vëllazërisë tyre. Pavarësisht se janë një gjak, një etni. Një etni, janë sllav. E qartë. E njëjta gjë po ndodh edhe me Rusin. Pra po ndodh edhe me Serbinë. Serbia deri më sot i quan popull vëlla edhe Rusia kështu i ka quajtur, popull vëlla. Dhe çfarë bën? Përcakton qartësisht në këtë deklaratën e tyre, thotë që marrëdhëniet ndërmjet popullit mbeten të njëjta, ndërmjet popujve tonë. E përcakton është shkruar, marrëdhëniet ndërmjet popullit mbeten të njëjta, pra ne popullin e konsiderojmë vëlla, po juve si politikan nuk ju konsiderojmë vëllezër. Pra në këtë moment dhe çdo rrugë që do ndjekë politika serbe tashmë, e cila shkon në karjet kundër me politikën ruse, është në favorin e shqiptarëve për zgjidhjen e problemit të Kosovës. E qartë. Dhe i vetmi problem që kemi është çështja evropiane, pra sepse në këtë aspekt Vučići do t'i bëj shumë koncesione Evropës, dhe duke i bërë koncesione Evropës, do t'i kërkojë të vetëm gjë, çështjen e Kosovës. Dhe Evropa nuk ka qenë asnjëherë me shqiptarët. Prandaj neve shqiptarët duhet të ngutemi në këtë moment dhe të kapim për xhaketë, si puna e fëmijës, se kemi ai fëmia i vogël që e kap. Kemi fëmia i vogël, e kap babain kur do t'i blesh ndonjë gjë të ëmbël, do t'i blesh një çokoladë, ndonjë gjë, e kap për xhaketën dhe nuk e lshon. Amani thotë i kapet për këmbë. I kapet për këmbë, me këmbë duar dhe kap për xhaketën dhe i thotë aman blema. Është koha që shqiptarët t'ia bëjnë këtë Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra t'i kapemi për xhaketë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe t'i themi zgjidhjen e këtij problemi sepse Rusia është duke pa është momenti më i dur dhe historik, momenti më i volitshëm tashmë kur Rusia po e shpreh publikisht mos për krajin e saj të Serbisë, edhe për çështjen e Kosovës, sepse e ka përcaktuar dhe thotë edhe për Kosovën. Pra kur e cek Kosovën, domethënë ata po ja bëjnë të qartë atij. Dhe në këtë moment neve duhet ta shfrytëzojmë. Pra kjo është ajo që them unë që duhet të jetë kjo largpamësia diplomatike dhe politike e shqiptarëve. Në rast se neve humbasim edhe këtë shans, atëherë ne do të humbasim shumë. Do na duhet 100 vjet tjera të presim. Në rast se do të ekzistojmë më. Kjo po që sepse jemi sepse jemi drejt shbërjes si kom. Pra jemi drejt shbërjes në këto qeverisje, sidomos në këtë qeverisjen e fundit fashiste të këtij duçes të ri e dramës, populli po ikën në masivisht. Pra kanë ikur 500.000 shqiptar, pra me këtë ikje për 100 vjet i bie që neve të mos ekzistojmë më. Dritan, ndërkohë nuk e di sa minuta na kanë ngelur, po do doja dija ku është se po diskutohet, ka prej 2 ditëve Trumpi ka dhënë le të themi një ultimatum që dhe Netanyahu dhe Hamasit marrin një vendim për sa i përket arritjes së një armë pushimi. Ka informacione që kanë rënë Izraeli e ka firmosur, Hamasi e ka refuzuar. Në çpik të është një përpjekje për një marrëveshje që ka ofruar Shtetet Bashkuara të Amerikës, një marrëveshje armë pushimi 6 ditore, e cila i konvenon vetëm Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe pjesërisht edhe konvenon edhe Izraelit, kurse Hamasit nuk i konvenon. Përveç faktit që lëshimi të disa robërve, pra lëshimi të robërve,
Kjo marrëveshje përfshin për shembull lëshimin e 120 robërve palestinez, të cilët i ka marrë peng Izraeli dhe i ka dënuar me burgim të përjetshëm. Dhe në këmbim të disa pengjeve, 8 të gjallë, 10 të vdekur, diçka e tillë, pra, në numër i vogël, dhe lëshimin e rreth 1111 pengjeve të tjera palestineze të marra nga Izraeli nga data 7 tetor e 23 e këtej. Pra, kjo nuk është një arritje e madhe për ushtrin, për Hamasin, është një arritje e madhe për Izraelin, sepse numri do të jetë më i vogël se atyre që u shkëmbyen në fillim. Shumë më i vogël se atyre që u shkëmbyen në fillim. E dyta, nuk ndërpret, kjo nuk ka të bëjë. Në marrëveshjen e parë thoshte ndërprerje të gjitha operacioneve ushtarake dhe largimi nga territori i Gazës i ushtrisë. Kurse kjo marrëveshje e re që ka propozuar Shteti i Amerikës nuk parashel largimin, po thot ridislokimin e tyre. Pra ridislokimi nuk përcaktohet se ku do të jetë ky dislokim, do të jetë jashtë territorit të Gazës apo brenda territorit të Gazës, ndërkohë që marrëveshja e parë përcaktonte jashtë territorit të Gazës, pra përcaktonte qartësisht. E qartë. E dyta thotë që në marrëveshjen e parë përcaktoi që Izraeli nuk do të bënte asnjë lloj gjë për gjatë gjithë këtij anpushimi nuk do të fluturonte asnjë avion, asnjë helikopter, asnjë dron izraelit mbi territorin e Gazës. Ndërsa në këtë marrëveshje përcaktohet që dronët izraelit dhe avionët izraelit do të bëjnë fluturime rikondicioni 2 metrë në ditë. Pra gjysmën e ditës nuk do fluturojnë, gjysmën e ditës fluturojnë. Po aty do jenë. Dhe gjysmën e ditës tjetër do ta mbulojnë avionët anglez, siç e mbuluan gjatë gjithë kohës. Avionët anglez kanë bërë gjatë gjithë kohës rikondicion të territorit, pra për nevojat pra do rishihet gjëja, nuk do kemi. Hamasi nuk ka asnjë lloj leverdie dhe nuk ka asnjë leverdie dhe thotë që do të lejohet futja e kamionëve të Gazës, kamionëve të ushqimeve, ndihma humanitare në ato pika në të cilat tashmë ekzistojnë. Po në ato pika që janë ekzistuese tashmë, janë gjithsej 7 pika. Në këto 7 pika nuk janë të mjaftueshme për të mbrojtur për të ushqyer popullsinë. Dhe Hamasi ka kërkuar lëshimin total, pra hapjen totale të gjithë këtyre ndihma humanitare, gjithë të lëshuar gjithandej. Dhe jo vetëm në për pikat të cilat kontrollohen thot tashmë nga Kombet e Bashkuara. Por Kombet e Bashkuara para 3 ditësh mbyllën edhe 2 pika të tjera për shkak të kërcënimit izraelit. Pra domethënë që nuk ka arritur asnjë gjë dhe prandaj them që qëndrimi i Hamasit dhe uroj që Hamasi të vazhdojë të qëndrojë kësaj sepse fundja fundit ta po luftojnë për këtë gjë. Dhe kjo lloj marrëveshje është një marrëveshje që i konvenon totalisht vetëm Trumpit për të thënë që ja unë arrita dhe është 60 ditë dhe plus nuk ka garanci. Në marrëveshjen e parë, edhe në marrëveshjen e parë nuk jepte ndonjë garanci për mosprisjen. Tashmë nuk thonë fare garanci, s'ka fare garanci. Njëra anë mund ta prishin çdo kohë kur do dojë, si ti teket asaj. Pra, Hamasi ka kërkuar garanci të plota nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dritan, se nga që jemi edhe në limitet e kohës, emisari i posaçëm amerikan për Sirinë Tom Barak së bashku me ministrin e jashtëm sirian Asad al-Shaibani dhe zyrtarët e tjerë ngritën flamurin amerikan në ambasadën e SBA-s në Damask. Për herë të parë që nga mbyllja e saj në vitin 2012. Pra pas firmosjes për mineralet e rralla, firma për mineralet e rralla nuk ka ardhur akoma. Pra është bërë biseda, kanë rënë parimisht palët, po nuk ka asnjë lloj firmosje dhe asnjë lloj gjëje për mineralet e rralla. Çfarë do të thotë hapja e ambasadës amerikane në Damask të Sirisë me një qeveri të dalë nga organizatat terroriste të organizuara dhe të financuara me ndihmën e CIA-s dhe të gjitha organizatave të tjera të shërbimeve informative të gjithë NATO-s, do thotë që tashmë është legjitimuar pushteti i çdo lloji organizimi terrorist në botë. Pra çdo kush mund të bëjë aktivitete terroriste, të marrë pushtetin ku të dojë dhe nesër me marrjen e këtij pushteti të japi Shtetet Bashkuara të Amerikës atë që Shtetet Bashkuara të Amerikës që duan dhe automatikisht i legjitimohesh. SBA pranon që jemi në real politik, Dritan, çfarë do të thotë hapja e ambasadës? Është garanci për hapja e ambasadës nuk është garanci për çështjen e Sirisë, nuk ka asnjë lloj garancie në këtë aspekt sepse normalisht veprimet e brendshme nuk i komandon dhe nuk i mban dot në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në kuptimin e gjeopolitik. Kemi një problem në ditën në cilën hapet ambasada. Dje është hapur ambasada, po dje Bashkimi Evropian ka ndërmarrë një sankcion ndaj 2 brigadave të ushtrisë të re të Sirisë dhe ndaj një sër komandantëve të kësaj ushtrie për vrasje dhe krime të bëra pas marrjes së pushtetit ndaj popullsisë civile. Pra shikoni veprimi tregon kjo për BE-n dhe SBA-n? Pra kjo tregon vazhdojmë në atë përplasjen politike midis BE-s dhe SBA-s. Pra ju bëni një veprim për njëjë të qeverisë, pra hapni ambasadën atje me bëni publike dhe ne sanksionojmë këta njerëz që ju po i mbështesni. Pra ka një përplasje interesash dhe politike në Siri midis, nuk po them përplasje interesash, po është Bashkimi Evropian po shfrytëzon edhe Sirinë për të treguar një përplasje politike me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Për atë që ka qëllimin kryesor Ukrainën.
pra kthehet dhe Siria në fushë betejë. Po e fusim fushë betejë pa qenë pjesë e kësaj. Po e fut Evropa thjesht për t'i bërë një kashillëk Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra është përplasja e tyre politike po shfrytëzohet në çdo moment. Dritan, nuk e fundit, po nuk e di si e kemi kohën, po një 2 fjalë desha për sa i përket se patëm kur u pyet nga gazetarët Donald Trump për çështjen e një mundësie që Izraeli të godas Iranin, ndërkohë që SBA dhe Irani po diskutojnë këtë marrëveshjen për programin bërthamor, Trump i tha që nuk do ta lejojë dhe ai nuk do ta bëjë këtë gjë. Do të kemi gjë parasysh. Ndërkohë, Izraeli po bëhet gati, ëh? Izraeli ka qenë gjithnjë gati dhe është gati. Do kemi deklarata e Trumpit që nuk do ta lejojë. Pra Trumpi mund të thotë mos e bëni, por Izraeli mund ndërmarrë një veprim të tillë. Veprimi i Izraelit do të jetë një veprim totalisht vdekjepërurës dhe totalisht kamikaz, për arsye se në momentin që Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk do hyjnë këtë, pra nuk mund të japin asnjë lloj garanci për mbrojtje kundërore, asnjë lloj garancie për mbrojtjen për zbulimin strategjik, i cili është i Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe duke mos pasur këto, automatikisht Izraeli i bie që të godasi në mënyrë qorrazi, pra të çohet dhe të godasi qorrazi. Do të kemi një problem tjetër me hapjen e ambasadës, pra janë të gjitha të lidhura, me hapjen e ambasadës në Siri. Nesër mund t'i kërkohet Siris pra që të mos e lejojë përdorimin e hapësirës saj ajrore, mund t'i kërkohet edhe Jordanisë të mos e lejojë hapësirën e saj ajrore për përdorim të avionëve izraelite. Pavarësisht se izraelitët do të